vend të përgjërin, të në nësë në slakë të një të një gabir, vajtë pa ka e vënë në Secretari Comunului de Dezvoltare ka banë mobilisë djali Rambekës dhe rëfije Allahu në nësë ardhëdurë. Kaj pra ta një Secretari Comunului de Dezvoltare që ka shenë të gjatë. Të ndëruar qytetarë e Kaçanikut, të ndëruar vendas, unë jam shumë i privilegjuar, po e them, në gjithjetën të i mortë të privilegjuar që sot marrë pjesë në këtë kubim, apo më mirë thonë në këtë inaugurim të këtij bursemeli në shej respekt dhe nderi për njerëzit, për diskutarët e asaj kohe, që lirisht mund të themi ishën bursemeli dhe vendosja e një çështje kombëtare të cilën mundoheshin armiqtë tanë që ta vendosnin nga këtë troje, por këta njerëz ishin ata të cilët e mbajtën edhe në atë zallë frymën kombëtare, i dhanë një karakter më ndryshe çështjes kombëtare në atë kohë, dhe ne lirisht mund të themi se edhe ne jemi rritë, për gjakut sakrificës dhe punës tyne, jemi rritë me emrin e tyne, me punën dhe kontributin e tyne që e kanë dhënë ato, dhe kemi ardhur deri në ditët tona, ditët që lirisht mund prapë të themi jemi krenar, që themi epoka e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Po kur themi dhe flasim për epokën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, nuk mund të themi se na e formum ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Por lirisht mund të themi se ishën ta që e themelun ushtrinë çlirimtare kombëtare të Kosovës, por ne ishëm vetëm vazhdues besnik të rrugës së tyre, të rrugës së atyne burrave që për nga përmosat dhe kohën ishën shumë të mëdhej, sepse kohët ishën shumë të vështira. Nuk ka qenë sigurisht, jam shumë i bindur, se s'ka qenë e lehtë që në kohën e Avgërdurës, Rambekës, në kohën e Ustadikut e Shaban Polluzhës, nuk ka qenë shumë e lehtë, sepse në atë kohë ndoshta këta kanë vujtë edhe për një kore bukë. Jo, se qytetarët nuk kanë dashur me i strehu dhe me ju dhonën bukë, po se ka qenë jashtëzakonisht e vështirë. Prandaj duke i marrë të gjitha ato rrethona, ta njerëz janë shumë të mëdhej dhe ta janë udhërrofyeshit tonë deri në këtë ditë. Prandaj une mund të them edhe kam një krenari të veçantë se si fëmijë. Dhe me që edhe familjet na kanë lidhën shumë, jem rritën me emrin e Avgërdurës, kështu që për atë po them e një vetëm shumë të privilegjum që sot po marrën pjesë në këtë inaugurim dhe sigurisht që ardhmja do t'jetë më mirë dhe më e ndritshme duke vru këto bursemele për të lënë brezët të ashëm një vizion. Nëpërmjet këtyne bursemeleve ne ju themi brezët të ashëm se çështja jonë kombëtare nuk ka përfundu, po duke i vendos këto bursemele, ajo duhet shkon edhe më tutje deri në realizimin e aspiratave gjithë kombëtare, bashkimin e trojeve shqiptare, dhe do të them se një bashkim evolutiv po ndodh edhe sot, sepse këtë bashkim po e bën rruga, po e bën kultura, po e bën njerëzit e mëdhej, të cilët po takohen çdo ditë, patëm rastin që dje që shohëm bashkë presidentët e Kosovës dhe të Shqipërisë, të kishën një drejt kryeministri i Kosovës dhe ai i Shqipërisë, të kemi një autostradë e cila na bashkon dhe padyshim dhe patrullimi i policisë të Kosovës dhe asaj të Shqipërisë në territorin e Shqipërisë na lën shumë me kuptue që dhe fondi është bashkue
jenë çështje kohës kur do të kryen ata aspekte ceremoniale, megjithatë ky është dhe ky burse merr tregon një vizion dhe një rrugë që s'ka të ndalën. Prandaj unë banorëve të kësaj jone dhe atyre të cilët e majnë mend avdëdurën dhe në këtë rast kësaj motre dua që them se atë bukë që ja ka thua avdëdurës nuk ka gabu e kur dhe ajo bukë na ka majtë gjallë gjithve dhe sot ajo bukë e ventarmën do të majtë gjallë brezat e ashëm të cilët do të mundohen në mënyrën e tyne në kushte dhe rrethona të reja ta çojnë çështjen kombëtare përpara. Edhe një herë ju falenderoj shumë në këtë takim dhe në rastin që më dhat mund të jem para juve sot. Falenderoj. Nderuar paneshëm. Jetë esat Gracias.